udhim se të shpallin gjendjen e fatkeqësisë natyrore për të na dëmshpërbyer fermerët dhe blegtorët? Frikë përse? Frikë për çfarë? Që ne shkojmë në spital dhe gjejmë që mungojnë ilaçet, ndërkohë që këta pinë verë nga 33.000 euro, apo që blejnë çokolata nga 10 milion euro. Frikë përse? Frikë për çfarë? Që fëmijët tanë, vëllezërit tanë, të afërmit tanë, ikin nga ky vend se nuk e përballojnë dot jetën në këtë korrupsion dhe pastërti. Frikë përse? Frikë për çfarë? Për të ndalur përballë atyre që na vjedhin, për të thënë të vërtetën, jemi hajtut. Në këto 12 vite, Edi Rama dhe banda që drejton kanë menaxhuar më shumë se 80 miliard euro. Po, më shumë se 80 miliard euro. Më thoni një spital rajonal që e kanë bërë si duhet. Më thoni se kanë bërë si duhet arsimin. Se kanë bërë si duhet rrogët. Më thoni se kanë ndryshuar realitetin në këtë vend. Ku shkuan 80 miliard euro? Ata pritën që me dhunën barbare të 4 janarit ne të iknim. Ata pritën që me shiun mbi kryet tona në këto 2 javë ne të iknim. Ata pritën që i ftohti këti janari në zero të na bënde të iknim, por ne nuk mund të ikim nga një betejë pa krim, betejë për demokratizimin e adult